Atëre, me zotin Dashnur Sula jemi duke komunikuar në këto momente, po zoti Sula më dëgjoni, pati një ngecje, ndoshta për shkak të internetit. Rryrje të telefonat, kërkoj vota, rryrje të për vota. Kandidatët, kërkoj vota, takime. Do me thënë, nuk u ndahet shpirti nga ju. Jam malli kërkuar në trek, s'kam që të bëj. Duhet ta kishte menduar këtë Partia Demokratike atëherë. Tani është vonë. Zgjedhja tyre. Dhe unë për Partinë Demokratike, jo Partinë Demokratike, për drejtues e Partisë Demokratike jam mall pa vlera. Dhe ato tash shikoj, ti shikoj me 11 maj pasaj se si do dali rezultati. Pra, desha me thënë këtë, pra që ka shumë rëndësi që çfarë kandidatë kemi nominuar për deputet, sepse në fundit të fshati, lagja, qyteti, rrugica, zona, bashkia, qarku të cilët i vlerëson dhe i njeh, nuk i njeh atje, as Sali Berisha, as Ramon Noga, as Albana Vokshi, po njohin të këtu, që të shikojmë pasaj, se nuk takojmë në Sali Berisha në to, Martinot Maj, Albana Vokshi, po Ramon Nogën, do takojnë e të, që votojnë këtu. Pra i hallet problemet, kush është afër, kush hap telefonin, kush i përgjigjet, çfarë reputacioni ka, çfarë fizi, çfarë familje, si punon për ato. Janë shumë gjëra pra që këto të Partia Demokratike opozitës nuk i vlerësojnë këto element. Dhe kjo është defekt që ka sot opozita, e kam thonë 1000 herë, jo sot, por gjithmonë. Edhe një pyetje fundit kam, zoti Sula, për sa i përket task force-s së SPAK për krimet zgjedhore. Do me thënë, çfarë keni parë deri më tani nga kjo strukturë ngritur dhe sa shpresë keni që deri në fund do ta vijojë punën e saj dhe do t'i parandalojë krimet zgjedhore të paktën kështu siç e ka dhe misioni, si detyrën për çfarë është ngritur? Tani një rast parë, Bruna, unë e kam thënë edhe brenda strukturës Partisë Demokratike, edhe në media, edhe në parlament, që SPAK-u do duhet të ishte aleati më i çmuar, më i vlefshëm, më i rëndësishëm, më strategjik, çfarë me gjithë qartë i opozitës. Gjë të cilët opozita nuk e dojnë gjë të tillë dhe kjo është për ta ardhur keq. Sepse unë jam i bindur 1000% që SPAK-u kushdo që flet, kushdo që anetemon, nuk pretendoj që SPAK-u është për notë 10, absolutisht. Por është e pafaqshme për opozitën që do kishte ngel thjesht një retorik politike, çdo denoncim i opozitës po mos fatalizohet me fillim të procedimeve penale ndaj zyrtarëve të lartë Partisë Socialiste, majorancës apo të gjykoheshin nga GKO-ja. Që do të thotë që Partia Demokratike dhe opozita do duhet të ketë parasysh që ndjekja penale është për 10 zyrtarë të Partisë Socialiste të majorancës. Dhe kjo nuk e dhe arrestimi numri 2 të Partisë Socialiste, numër 2, Arben Ahmeta dhe të Erion Veliajt, nuk e bëri partia, por e bëri drejtësia. Dhe pa diskutim që drejtësia ka probleme dhe unë këtë jam i qartë, edhe ka elementë caktuar të cilët nuk do duhet të kemi, po themi një mbështetje, apo do duhet që të kemi kritika. Por jo që të themi ne që çeka SPAK-u organizat kriminale. Po politika, çfarë është atëherë? Është super organizat kriminale. Se nga politika ka derivuar gjithçka. Që t'jemi qartë. Zoti Sula, unë ju falenderoj shumë